Po vijon puna me ritme të kënaqshme për rikonstruksionin e rrugëve të përfshira në projektin e fituar nga Bashkia Shkodër përmes Ministrisë së Ekonomisë. Para disa ditësh, firma e cila po kryen punimet ka përfunduar rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha e të zeza, ndërkohë paralelisht është duke punuar për nivelimin e rrugëve dhe rrugicave e më pas do të ndërhyet me shtrimin me asfalt. Faza e fundit është ajo e pajisjes me ndriçim në të gjithë bllokun e banesave. Po vjen puna për rikonstruksionin e 7 rrugëve në lagjën Mahalla Re, një investim nga Bashkia Shkodrës. Pas përfundimit të kanalizimeve nëntoksore të ujërave të bardha dhe të zeza, po bëhet tashmë edhe rikonstruksioni i rrugëve, të cilat do të pajisen më pas edhe me ndriçim. Punimet janë planifikuar të përfundojnë brenda disa muajve, ndërsa banorët shprehen entuziast për transformimin që po ndodh në lagjën e tyre. Projekti përfshin rikonstruksionin e rrugëve, rrjetin e kanalizimeve dhe ndriçimin, duke krijuar një mjedis modern dhe funksional për mbi 200 shtëpi përfituese.